Droni që mbërriti për Selinën dhe gimbon krijoi menjëherë një atmosferë shumë të tensionuar në ambient. Në momentin që u pa se surpriza ishte e dedikuar për ta, të gjithë banorët reaguan me kuriozitet dhe emocione të forta, por ai që dukej më i prekur nga kjo situatë ishte Miri, që në çastet e para, në fytyrën e tij u vure një shprehje e rënduar, sikur nuk po ndiej as pak rehat me gjithë vëmendjen që po merrnin Selina dhe Gimbo. Ndërsa droni fluturonte mbi ta dhe mesazhi i tij po lexoi me zë të lartë, Selina dhe Gimbo shfaqeshin të emocionuar, duke buzëqeshur dhe duke falendëruar për surprizën. Ata dukeshin shumë të afërt me njëri tjetrin në ato momente, gjë që me sa duket ndikoi drejt për drejt tek Miri. Ai qëndronte pak më larg, i heshtur, duke i vëzhguar me një shikim të tensionuar dhe me gjeste që tregonin qartë se diçka brenda tij nuk ishte në rregull. Banorët e tjerë filluan ta vinin re ndryshimin në sjelljen e tij. Ai nuk po merrte pjesë në gëzimin e përgjithshëm dhe dukej sikur po përpiqej të përmbante emocionet. Në disa momente ai lëvizte nervozisht, herë duke pshërtir thellë dhe herë duke tundur kokën, sikur situata nuk po i pëlqente as pak. Disa prej tyre madje u përpoqen t'i afroheshin për ta qetësuar, por Miri nuk dukej shumë i hapur për të folur. Ndërkohë, atmosfera mes Selinës dhe Gimbon vazhdonte të ishte e ngrohtë dhe plot entuziazëm. Ata diskutonin për mesazhin që kishin marrë, duke analizuar çdo detaj dhe duke shprehur emocionet e tyre pa hezitim. Kjo afërsi e tyre vetëm sa e përforconte ndjesinë e xhelozisë që po përjetonte Miri, i cili dukej gjithnjë më i tensionuar me kalimin e minutave. Në fytyrën e tij lexoi qartë një përzierje emocionesh, shqetësim, nervozizëm dhe ndoshta edhe shkërnim. Ai dukej sikur po flaste nga brenda, duke mos e fshehur dot gjendjen e rënduar emocionale. Në disa momente u pa duke folur me vete dhe duke reaguar me ironi ndaj situatës, gjë që e bëri edhe më